Jemi gati? Atëherë të nderuara media, ka qenë një natë e gjatë mbrëm edhe për ju edhe për ne. Faleminderit që jeni përgjigjur kaq shpejt edhe ftesës sotme për këtë konferencë për media. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, në radhë të parë du të falenderoj secilin nga ju për bashkëpunimin dhe vedijen e lartë kolektive, të cilin jeni duke treguar në këto rrethana të jashtëzakonshme me cilët po ballafaqohet jo vetëm vendi ynë, por e gjithë bota tani. Ne kemi bërë maksimumin që shteti ynë të mbetet në listën e shteteve me risk të ulët në këto rrethana, kur në vende tjera virusi COVID-19 është ndruar në epidemi në shtete edhe shumë të zhvilluara. Nga dishmëria gjitha institucioneve ka mundësuar që ta tejkalojmë deri tani me sa më pak pasoja këtë situatë që tashmë nga organizata botërore e shëndetësisë, siç jeni në dijeni, është shpallur si pandemi. Siç jeni njoftuar edhe mram, sapo janë identifikuar rastet e para me virusin COVID-19 në Republikën e Kosovës, Qeveria e Kosovës ka marrë masa të reja të propozuara nga Komiteti për menaxhimin dhe vlerësimin edhe koordinimin e situatave, që përbëhet nga gjitha institucionet në udhëheqjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Sot në këtë konferencë me keqardhje po më duhet të njoftoj edhe për një rast të ri të rezultuar pozitiv me koronavirus dhe bëhet fjalë për një prej të afërme të pacientit nga Stublla, nga Vitia, që u diagnostifikua dje me COVID-19. Në anën tjetër, kjo flet edhe për efikasitetin e masave që janë ndërmarrë, por mbi të gjitha edhe punën e madhe që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për gjurmimin dhe monitorimin e të gjitha rasteve me potencialisht të dyshuara, sidomos për persona që kanë ardhur nga Italia. Të dashur qytetar, ju lutem që të zbatoni me përpikëri të gjitha rekomandimet që dalin nga institucionet tona për të mbrojtur shëndetin tuaj. Në anën tjetër, të respektuara media të pranishme, po edhe ato që nuk janë këtu, ju faleminderit sinqerisht për bashkëpunimin dhe për hapjen e informatave të sakta që ndihmojnë në mobilizimin e të gjithëve për mbrojtjen e shëndetit publik. Roli dhe përgjegjësia juaj në këto rrethana është jetike dhe ju përgëzoj edhe ju ftoj që të vazhdoni në të njëjtën mënyrë. Unë dhe stafi im e gjithë Ministria e Shëndetësisë, por jo vetëm, jemi në dispozicionin tuaj vazhdimisht për çdo informacion, qoftë për pyetje apo shqetësim. Me kujdes të shtuar dhe pa panik vazhdon ajo që ne kërkojmë nga gjithë ju. Ju faleminderit, tani fjalën ja kaloj profesor Naser Ramadan. Të nderuar media të pranishme këtu, i nderuar ministër, i nderuar profesor Dedushaj, më lejoni që në emër të Institutit Kombëtar faktikisht ju përgëzoj edhe një herë për të gjitha informatat me kohë dhe të sakta që i keni dhënë gjatë ditës së djeshme, duke mos na ngarkuar aq shumë me kërkesat e juaja, duke pas parasysh se edhe ne kemi qenë në nivel ministror dhe qeveritar praktikisht të përditësuar dhe ju kemi dhënë informatat në kohën e duhur. Pra Instituti Kombëtar ka punuar në vazhdimsi dje dhe duke pas parasysh se kemi pasur kontinuitet të shfaqjes së rasteve dhe kërkesave të njerëzve për të testuar, edhe pse një pjesë e tyre të paraqitur në klinikën infektive kanë qenë të shqetësuar dhe nuk kanë pasur shenja tipike klinike të smundjes, ne për hir të situatës së djeshme të tensionuar i kemi testuar të gjitha ata persona të cilët kanë shprehur dëshirën që në klinikën infektive të trajtohen dhe të rrëfehen para infektologëve për dyshimet dhe shenjat eventuale klinike në COVID-19. Kështu, Instituti Kombëtar dje në total ka testuar 45 raste. Dhe e dini se gjatë pas ditës 2 kanë rezultate pozitiv dhe vonë mas mesnatës një tjetër që është pra përcjellës i rastit të Stubllës. Në këtë mënyrë, Instituti Kombëtar ka rrumbullaksuar gjerë më tani 140 raste të testuara, prej të cilave në total tashmë i kemi 3 raste pozitive.
Ne do të vazhdojmë punën tonë të testojmë, por unë kisha pasur një apel të veçantë për të gjithë qytetarët, sepse ne jemi në gjendje gatishmërie, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kanë bërë të gjitha parapërgatitjet dhe tashmë janë duke i zbatuar masat të cilat janë përshkruar në planin e gatishmërisë, që qytetarët të kenë kujdes mos të vinë të paraqiten në klinikën infektive nëse nuk kanë shenja të dyshimta në koronavirus, tashmë të shpërndara dhe pothuajse e tërë popullata është e vetëdijshme. Temperaturë mbi 38 gradë Celsius, kollitje të thatë, dhembje fyti dhe vështërsi në frymarrje nuk duhet të paraqiten pa këto shenja në klinikën infektive. Edhe nëse i kanë këto shenja klinike për dyshim në koronavirus, tashmë Ministria e Shëndetësisë ka siguruar 5 telefona dhe do të sigurojë edhe 5 tjera, të cilat janë të vendosura në Institutin Kombëtar dhe prej dje mbi 500 thirrje janë përgjigjur ekipet e Institutit Kombëtar dhe kanë rekomanduar qytetarët se çka duhet dhe si duhet të veprojnë, edhe pse shumica e tyre në kërkesat e tyre kanë pasur kërkesa të ndryshme shëndetësore që nuk kanë të bëjnë me COVID-19. Megjithatë, ekipet janë përgjigjur në çdo pyetje dhe ne do të përgjigjemi në çdo pyetje. Vetëm po ju them që të kemi kujdes që mos të përhapet panik, sepse paniku është ndëshkues me ligj, paniku shkakton dëme më të mëdha se virusi, edhe në Kosovë mund të na shkaktojë dëme më të mëdha se vetë virusi COVID-19. Kaq për tash, unë vetëm ju lutem që pa panik dhe qetë. Po. Po. Kërja ata dhe është në pas të mirë, të trajtime dhe kjo i vjetë po ashtu, dhe kom një rast, nga puna në tereni ime, unë kam takuar një shqiptar, italian, pra shqiptari kënë nga Italia me një marshë në këndej Kosovës, i këshën përja ka rekomandu që me nejtë ma shumë në ambientë familjare dhe ka të rëku që me militit në masë në vizitë në gjendë ti, unë ata në rastit se brenda oborishtë që kërkës duke të dashme që me vizitë në familjare. Tash mos situatën e kemi pak ma larma, ekipet e prekur si rast 7 vjeçarit, mbasi kërkon një punë madhe ju dini më mirë të izolohen ato rastet që muan se cili kush ka pas kontakte. A do bëni apel ta do kontrolloni rastet që do hyjnë në Kosovë që ata të vetë izolohen dhe të mos dalin në hapësira publike në Ramazan. Pyetje shumë e vendë dhe unë po ja filloj prej apelit, praktikisht. Apeli mi kontrollu sepse kjo është Pra, bëj apel të gjitha familjet, individet të cilat janë indikuar nga institucionet shëndetësore që të qëndrojnë në vetë karantinë, që do të thotë se në afat prej 14 ditësh do të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre, ku nuk duhen të përzihen me anëtar tjerë të familjes nëse janë në vetë karantinë për 14 ditë, duke ruajtur kështu shëndetin e gjithë anëtarëve të familjes, shëndetin e familjarëve tjerë për rreth, shëndetin e qytetarëve në fshat ose qytet ku gjenden dhe shëndetin e krejt qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë bëj apel edhe një herë që ata vetë përmbahen. Nuk ka mundësi asnjë shtet në botë që t'i kontrollojë me polici personat të cilët janë në vetë karantinë. Ata duhet të kenë mirësinë për hir të shëndetit tyre dhe të familjeve të tyre dhe të qytetarëve të Republikës Kosovës, po dhe qytetarëve të botës, që të vetë karantinohen sepse vetë karantina është terapia më efikase në luftë kundër COVID-19. Në anën tjetër, në përgjigjet e rasteve pozitive, ju tashmë e dini se është një person 77 vjeçar, një person tjetër 20 vjeçar dhe sot personi tjetër 39 vjeçar. Të 3 personat në klinikën infektive të qendrës klinike universitare janë në gjendje stabile në përkujtesjen shumë të mirë, të shkëlqyeshme mund të them, të infektologëve të klinikës infektive. Andaj, unë ju kisha lutë pa panik, sepse personat janë të izoluar, kontaktet janë identifikuar, ekipet po punojnë në vazhdimsi pa ndërprer, kontaktet janë hulumtuar prej dje, prej konfirmimit të 2 rasteve të para në të gjitha vatrat, gjithsesht 2 vatrat, në Viti dhe në Klinë. Andaj nuk ka vend këtu për brengosje, gjithçka është nën kontroll. Jashtë kontrollit ka dalë paniku, që ju lutem ta sillni ju në kontroll me media, edhe jashtë kontrollit mund të dalin rastet të cilat nuk i përmbahen masave të qeverisë së Republikës Kosovës, të cilat janë strikte dhe masa të sigurta që nuk do të përhapet smundja. Ramazani pse nuk është rekomanduar shpyrja e zgjedhjeve në Podujeva, por qytetarët e Podujevës janë timur ndaj çfarëdo smundje. Se do të bëhen nesër në këtë situatë kur jemi të
kaos, dhe është panika si që tha që jo. Ashtu. Pyetja është shumë e vend, pyetje shumë delikate dhe shumë e ndihshme. Procedurat e zgjedhjeve në Podujev kanë qenë të parapara më herët dhe kanë mundur të ndërpriten në çdo moment, po që se kishte ekzistuar rreziku i përhapjes së sëmundjes Covid-19. Asnjë indikator deri sot nuk na ka paralajmëruar, indikator matës të situatës epidemiologjike, se në Podujev nesër ka rrezik eventual për shfaqjen e sëmundjes. Kjo do të kupton se të gjitha masat janë ndërmarrë, KQZ-s janë dërguar udhëzuesit e posaçëm se si të mbrohen dhe se dje 2 raste para pozitive kanë dalë gjatë orëve të pasdites, domethënë deri të dielën i kemi 48 orë, 1, e dyta, sot është heshtje zgjedhore, pra nuk kemi mundur dje të parandalojmë fushatën, duke pas parasysh se rastet janë diagnostikuar mbasdite. Kurse të dielën jemi të bindur dhe i kemi dhënë rekomandimet KQZ-s se në çdo vend votim që janë në shumicën e rasteve, unë po shpresoj shkollat ku ka hapësira të mëdha, dhe po e shihni se një hapësirë e tillë e një klase mund të jetë si kjo hapësirë këtu ku jemi ne sot, ku nuk ka asnjë rrezik mes neve, po e shihni se mbajmë distancën edhe stafi ministror, edhe kam në mbajt distancën të gjithë votuesit nesër në Podujev 2 metra larg prej njëri tjetrit, pa shkaktuar ndonjë grumbullim të madh. Dhe 2 metra prej njëri tjetrit ne garantojmë se s'ka përhapje të infeksionit. Të gjitha rastet e reja dhe të dyshimta vinë aktualisht prej klinikës infektive dhe grumbullohen në laboratorët e Institutit Kombëtar. Laboratorët e Institutit Kombëtar janë duke punuar 24 orë dhe po e them edhe një informat që nuk është jo modesti për Republikën e Kosovës. Kina i ka shpall rezultatet laboratorike 2 javë pas marrjes së mostrave. Kina i ka shpall rezultatet laboratorike pas një 3 javë të caktuar, në 3 ditë i ka sjell. Dhe ka sjell rekord botror. Kosova i ka pas 4 orëve. Ju kisha lut këtë ta shënoni si e arritur e posaçme e Kosovës, jo vetëm si e arritur e institucioneve shëndetësore, ju lutem ta përfundoj, por si e arritur e situatës epidemiologjike, sepse me 4 orë shpallje të rezultatit, ju premtoj se hallkat e përhapjes së infeksionit nuk do të mund të përhapin infeksionin në masë. Kjo është indikatori më i fortë tash pos të gjithë indikatorët që i përmendëm. Për furnizime edhe për këshilla, dhe me thonë një mungojnë të tyja. Gjithashtu, shkretuari vitisë të Kalalitin a ka thënë që vëllit në vitimin kanë maska. A jeni njoftu me këtë gjandje dhe që do të me vepru? Vetëm të lutem të përgjigjëm, pastaj se... Okej. Vetëm që barnatorët edhe të njëjtat janë duke ankuar se furnitorët nuk po kanë mjaftueshëm alkool, doreza, maska dhe mjetet e nevojshme. Cila është gjendja pak me e di? Gjendja nuk është e mirë në mënyrën që ne do të kishim dëshiruar. Çka po duhet të them me këtë? Ne jo vetëm në Kosovë, po në secilin vend të Evropës tani, po jo vetëm, problemi kryesor është sigurimi i materialeve mbrojtëse. Do me thënë, me shumë miq ndërkombëtar që kemi biseduar, na kanë ofruar ndihmë të çfarëdo lloji, përveç ndihma të llojit të tillë, për arsye se i kanë të njëjtat probleme edhe në shtetet e tyre. Sa i përket Vitis edhe Klinës, dje jam dëgjuar me kryetarin e Klinës, po për shkak të kohës që kemi vazhduar punën deri pas orës 1 në zyret e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka qenë e mundur të kontaktoj edhe me kryetarin e Vitis. Ne në procedurën që e kemi zhvilluar rreth 1 javë ose 10 ditë më herët, kemi siguruar material me vlerë rreth 100.000 euro, ku jemi në rezervat e fundit të këtij materialit, dhe sot në takimin që kishëm nga ora 10 me komitetin, kemi udhëzuar që gjitha këto rezerva të shpërndahen në komunën e Klinës dhe në komunën e Vitis. Për ndryshe, është në procedura tjetër nga 400.000 euro, e cila është dhënë me urgjencë nga Qeveria e Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë, dhe presim që deri të martën, eventualisht të mërkurën, kjo procedurë të mbaroj dhe do të ulte ndjeshëm
kërkesat edhe do t'i shtonte nevojat të cilat i kanë edhe personeli shëndetësor edhe policia. Për ndryshe, sa i përket policisë, policia kur është në ambientet hapura, atë që tha edhe profesor Naseri, që mos krijon keq kuptime dhe nuk është kur mjaftueshëm me përsërit. Në momenti kur është në ambiente hapur dhe qëndron në distancën që ne jemi tani si që jemi këtu, nuk ka përhapje të virusit nga një person e personin tjetër. Do me thënë, policia në ambiente të hapura nuk është e domosdoshme që të kenë maskë. Ka shku në hingje familjare, ka vizitu në restorante familjare të tyre, në thua që në numër shumë i madhe i fshatarëve që ty kanë qenë në kontakt me të. Fshati u shkut në karantinë fillimisht nga ana e komunës, tash e din që duhet mu dezinfektu, çka është të bën këtë aspekt, që po e ndihmoni vitin edhe fshatin e shkull në veçantë. Atë që ju thash, do me thënë, qysh sot kam kërkuar në fakt nga Ministria që rezervat që i kemi nga procedura e fundit e zhvilluar të dërgohen në Klinë dhe në komunën e Vitisë. Pa tjetër çdo masë që është e nevojshme, brenda kapaciteteve dhe mundësirë që kemi, absolutisht po. Unë e di që edhe për qytetarët e Vitisë, edhe për qytetarët e Klinës, kjo është një gjendje akoma me jashtëzakonshme se sa në pjesën tjetër të Kosovës, mirë po i lusë ata edhe për shëndetin e tyre, të rrinë në shtëpi, të vetë izolohen, 14 ditë janë në pyetje, pas 14 ditëve mbaron periudha inkubacionit nëse nuk kanë shenja klinike, mbaron kjo punë dhe pastaj në një vendim tjetër të qeverisë, me ndihmën e qytetarëve sigurisht do dalim ku do t'i heqim masa që i kemi vudje. Të gjithë personave të cilët janë gjurmuar, si në rastin e Vitisë, ashtu edhe në rastin e Klinës, janë gjurmuar. Të gjithë personat që kanë qenë në kontakt të afërt, janë testuar dhe njëri nga ata persona mbrëm ka dalur pozitiv. Disa persona tjerë kanë dalë negativ. Disa persona tjerë janë në proces të punës. Mirë po, nuk mund ta konfirmoj, aty ndoshta profesori mund më ndihmue nëse ka punuar në një organizatë të tillë apo jo. Mirë po, janë gjurmuar të gjitha. A mund të gjurmohet e gjithë situata në kuptimin me kë kanë pasur kontakt këta persona të infektuar? Fatkeqësisht, siç kanë treguar rastet edhe në shtete tjera, është pothuajse e pamundshme. Ne jemi fokusuar te personat të cilët kanë pasur kontaktin më të afërt me personat e infektuar. Mirë po, kjo është edhe arsyeja se për shkak që nuk mundemi ta bëjmë këtë, se s'kem kapacitete, jo vetëm ne, pas shtetet shumë e zhvilluara se ne, janë marrë masa dje ekstreme për izolimin e këtyre dy qyteteve. E para, rezervat, kur përmenda rezervat për pajisjet bazike mbrojtëse. Mirë po, këtu prap po them, atë që ka bëjnë institucionet është shumë e rëndësishme, po atë që ka bëjnë qytetarët është akoma më rëndësishme. Pastroni duart sa më shpesh, sa më shumë, 20 deri në 30 sekonda me shampon, sapun të lagë, ose me alkohol, ose materiale tjera në bazë alkoholi. Qëndroni në distancë me persona tjerë. Mundoni që t'i respektoni të gjitha rregullat të cilat Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë tash e sa javë përmes broshurave dhe përmes njoftimeve ju kanë rekomanduar qytetarëve. Vetëm në bashkëpunim me juve, po sidomos me qytetarët, ne do dalim sa më lehtë edhe do ta përballojmë këtë betejë në mënyrën sa më të mirë. Që nuk ka pas në domat e banjëve, pra në banjët e domave të tyre është apon atletit ta udhetje. Absolutisht kjo është shumë të kërkëja duhet në kopër në kushtet
kampanje. Por ju, a jeni komisionarët e juaj që janë ata institucion, a jeni të vëdishëm, a ju të një bëhë presion që kësme po, sepse për flasim për gjërat bazike dhe nëse mungon bazike, a brenda investivës prokuratore është të mëshme. Në orën 10 sot kishëm komitetin dhe para orës 10 ne unë fakt personalisht isha në ambientet e klinikës infektive dhe në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik dhe atë çfarë pash nuk përkon me këtë që thoni ju. Tani ka shampon, ka dezinfektues dhe është e jashtëzakonshme. Po e them, është e jashtëzakonshme morali dhe puna që infermierët dhe mjekët e bënin në këtë klinikë. Dhe prap i apeloj qytetarët që për t'i kursyer edhe këta heroj ditëve të sotëm, që janë infermierët dhe mjekët, mos u nisni pa pasur nevojë në këto institucione, sepse ata janë duke punuar për shëndetin e juaj, ti ndihmojmë ata ta mbrojmë shëndetin tuaj dhe tonin. Në klinika tjera nuk ka maska, po shkojnë nga ginekologjia që mjekët e infermierët të kanë maska. Atë që thash edhe më herët, jemi në limitet e stokut për materialet bazike mbrojtëse. Të martën ose të mërkurën do të përfundoj procedura tjetër. Në limitet të tilla, sepse këtë problem nuk e kemi vetëm ne. Unë edhe me ambasador të nderuar nga ambasada që janë në Kosovë, jam informuar se edhe në vendet më zhvilluara ka qenë momenti kur në një pjesë janë shpërnda, kurse në një pjesë tjetër jo, për arsye se nuk kanë pas për dy vendet. Si është vepruar? Është vepruar duke prioritizuar. Sot vija e parë e frontit është klinika infektive, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, klinika emergjente dhe klinika pulmologjike. Të gjitha rezervat e fundit do t'i ruajmë për këto klinika, aty ku mundësia e shfaqjes së problemeve është më e madhja. Kurse në pjesë tjera, me mirë kuptim, në javën e ardhshme do të sigurohen edhe maska tjera, edhe doreza, edhe material tjetër dhe do të shpërndahen. Këtë që kemi kërkuar shumë nga 10 milion, kjo është shumë urgjente që pavarësisht gjitha situata, si situata duhet të sigurohen dhe nuk besoj që ka lidhje me votimin e buxhetit sot. Kurse sa i përket pyetja ishte, po, ngritja e çmimeve, fatkeqësisht kemi hasur në një ngritje të cilën për fat të keq disa nga operatorët e kanë shfrytzuar në këtë situatë. Mirë po, në momentin që i kemi identifikuar dhe po vazhdojmë të identifikojmë të gjitha këto raste, e sidomos në raport me procedurat për blerjen e këtyre nga Ministria e Shëndetësisë, po edhe nga SHQK-ja, janë njoftuar organet përgjegjëse dhe ndaj të gjithë këtyre operatorëve do të merren të gjitha masat konform legjislacionit në fuqi. Meq një po i dim simptomat, mirë po janë shumë të ngjashme me gripin e zakonshëm. Kohëve të fundit, ndoshta me gripën, po vetë fillova me un panikov, me që përva Covid-i. Cila është simptoma bazike që e dallon me gripin e zakonshëm të Ramadan, me çfarë simptoma shqiptarë, temperaturë për disa ditë apo çka e definon më shumë? Pra por i kthehemi në start të problemit. Ne prej fillimit, prej 1 janarit jemi duke punuar në këtë çështje, së pari po e sqaroj çështjen e materialit të cilën ju e pyetsni, se ne duke punuar që 2 muaj dhe institucionet e Kosovës janë duke harxhuar material që 2 muaj, sikur të kishte pas raste, sepse jemi shteti i fundit që kemi pas të shënuar rastet. Po kjo nuk do të thotë se ne kemi ndëtur duar kryq dhe nuk kemi harxhuar material për mbrojtje të punëtorëve. Ju duhet ta dini sa raste kanë qenë të hospitalizuara si të dyshimta në koronavirus dhe mbi 6000 raste të detektuara nga Instituti Kombëtar, ekipet e QKMF-s në kufi dhe policia e Kosovës. Krejt këta kanë harxhu material për mbrojtje të procesit shtetësor dhe kanë parandaluar mbi 6000 raste. Ky është suksesi jonë pse jemi të fundit. Kjo është një. Dhe e dyta, tash kemi ardhur në çështjen e asaj se këta i kemi parandaluar duke ditur shenjat dhe simptomat klinike. Dhe këto shenja dhe simptoma klinike prej fillimit e kemi thënë, koronavirusi nuk ka asgjë të re dhe të ndryshme nga gripi sezonal.
prej ftofje të leta, riniteve, rrufave, deri te problemet respiratore dhe distresi respirator. Pra, e vërtet është se është vështirë të dallohen, po të mos ishte problemi i inkubacionit 1 deri 14 ditë dhe problemi vështërësisë klinike të diferencimit me gripet, me smundjet respiratore dhe Covid, ne nuk do ta shënonim asnjë rast, do ta nënshkruanim prej qetashit. Problemi është se natyra na e ka vështirësuar punën me këta dy faktorë. Dhe ne tash po përpiqemi që si institucione ta mbajmë këtë. Jemi shumë mirë, po ndihemi shumë komod në lëkurën tonë, si profesionist shëndetësor, me gjithë ngarkesën që e tha ministri, 24 orëshe, askush s'po pyet a janë të lodhur ata punëtorë shëndetësor, anë kanë të Kosovës, janë të punu pa orar. Dhe kanë me punu pa orar, me vetë dëshirën e tyre derisa të shuhet epidemia. Nuk ka me pas asnjëri që ka me u dorëzu para kësaj sfide. Ne kemi pas shumë betejë, kemi fitu, edhe këtë kemi fitu. Po të kesh konsiderate edhe për të tjerët. Unë ju përshëndes që e dini se kom përvoj 45 vjeçare me smundjet infektive, e kom kalu jetën në batra epidemike. Ju dini se kjo fatkeqësi si ka ndodhur, kjo nuk është veç e jona, është pjesë e pandemisë që ka përfshirë botën, edhe shtetet më të fuqishme, edhe ekonomikisht, edhe në aspektin profesional e shkencor, kanë hasë me probleme shumë të mëdha. Tash për fat keq, nuk ka një huni të mëdha për virusin, si virus i ri, po na bazohem në dhënat e dy virusëve përpara që janë familjes njëjtë, që janë SARS dhe MERS, dhe aty shkencëtarët janë sot që u morë më tepër me këtë problem. Që që tha që ju shi të dalojmë. Tash o bën një analizë, 80% pacientët të kalojnë smundjen kam. Kushtimisht, në Itali, deri dje, të gjithë personat e vdekur janë të moshës prej 81 lartë. Personat të cilët janë të moshuar mbi 65 vjetë me smundje kronike të mushkrive, zemrës, pas insultit cerebral, me diabet, me smundje të veshkave, pra ata duhet pas që kujdesi veçantë nivel familje. Edhe një porosi për juve, më vje shumë mirë se kështu për mrekulli keni fillu të zbatoni mosat, pa ndaloni mas pajtë të rënë par juve të vetën, edhe në qofë se më dëgjonin, nuk është e tepërt, keni kujdes, mos bëni me doktorët autokton intervista u pojnijej, pleqe, plaka, njerës që vi njerës ne bëne virusi kur gjo, ata njerës munën vetëm me në dhonë shërbimet këshia në prandalimin e kësaj smundje. Nëse ndu të adim, çdo smundje që përhapët me ajër, masat parandaluese janë shumë të kufizume. Vetëm momentet kur bëhet fjalë për vaksinë, ju dini se vaksina është në përpunim me sipër, por duhet të atestohet, atestimet morën më shumë se 2 ose 3 herë ka 6 muaj, do të jetë vaksina, por nuk do të jetë smundja. Unë shpresoj se në Kinë veç ka ra, do të filloj edhe në Itali me ra, aty kur e mosa me më dhe është përfshi. Tjetër ditë ka shtoj vetëm se të keni kujdes për veten, mos mbjellim panik, se është shumë normale në këtë raste me pas panik të jashtëzakonshme. Ministri një pyetje të fundit, po na shkruaj në mjek nga emergjenca e vizitës dhe na kanë thënë që deri tash ata nuk janë testuar, janë në vetë karantinë, që ka thënë komuna e vizitës edhe Bosnjë që ka marrë mostrat e tyre për me ekzamin. Mu po vjen keq para gazetarëve të them, po duhet të them, ata mjek që ju kanë shkruar juve nuk e njohin epidemiologjinë dhe mjekësinë si duhet. Kjo smundje e ka kohën e inkubacionit 1 deri 14 ditë. Më falni për këtë shprehje që po i them kësaj, po vërtet, nëse shkruajnë kësaj dikush, edhe është e vërtet, nuk e njohin mjekësinë. Kjo smundje prej kontaktit të parë me personin e smur, që mund ta ketë potencialisht virusin SARS-CoV-2, kjo ka inkubacion 1 deri 14 ditë.
dhe tashmë nuk është verifikuar se në inkubacion mund të zihet virusi në laborator. Ne do të testojmë të gjithë personat, ju thash që dëshirojnë të testohen, por dëshira është diçka tjetër dhe mundësitë dhe kapacitetet e çdo shteti në botë janë diçka tjetër, duke pas parasysh se asnjë laborator në botë nuk mund t'i plotësojë kërkesat e veta me teste. Dhe ne nuk po pritojmë t'i testojmë ata dhe 2 milion qytetarë të Kosovës, por është e kotë, janë harxime koti, janë dëshira koti. Këta mjek do të testohen në kohën kur kanë shfaqje klinike. Këta janë në 24 orëshin e parë, që nuk ka shans të testohen. Të gjithë do të dalin, po ju garantoj, negativ. Prandaj, çka ndodh? Ne kemi testuar kot, ne kemi testuar infektologën e cila ka pas mas shumë ti panik dje, dhe ka dalë negativ. Ne kemi ditë, po kemi shëruar panikën. Po një test është. Sikur ti testojmë në tash 15.000 punëtorë shëndetësor pari, edhe këtë banor tjerë, ju paramendojni a mundet me ekzistu laboratori institutit kombëtar dhe a mund me kuadro dhe a mundet me u furnizu me pajisje. Ju kisha lut llogaritmi aritmetik të klasës 7. Në momentin që ata vetë karantinova, një numër i madh i stafit të emergency në viti, vjen që limitet numri i personelit të tjerë është shumë i vogël që mundemi ju dhënë ndihmë qytetarëve të vitis. Po thonë që kur kush nuk ka vizitu prej aspekt i që unë po të regoj që jemi të bo. Me i vizitu njerëzit në këtë kohë krize, kur janë të ngarkuar, të hiper ngarkuar, më falnin, për ashtë më digjoni, nëse ekipet mjekësor janë të hiper ngarkuar me punë, dhe ne nuk kemi kohë për vizita dhe për të pamë në këtë kohë, bile dhe të pamë të kemi ndalu. Repsisht të kemi ndalu dhe nuk guxojmë të tubohemi. Shikojeni distancën e njerë, po ju them. Ata janë vizituar nga personat kompetent të institutit kombëtar. Mjafton në këtë fazë. Dhe derisa dalin prej karantinës, unë ju kisha lut, mos t'i vizitoj kurkush. Pos personelit të institutit kombëtar shëndetësisë publike. Vetëm ata janë kompetent të thirrur dhe dashamirës t'i vizitojnë këta mjek. Në anën tjetër, këta mjek që kanë hyrë në vetë karantinë nuk kanë qenë të gjithë në kontakt me personin që tashmë është verifikuar pozitiv. Ju falenderoj. Nuk e di, ju lutem, çysh mundem me ditë sot kur jam prej 10-ve këtu në ministri. Mos pyetni pyetje të cilat mundem janë natyrshëm, mos dihen. Janë sigurt mbi 10 sa ishin mëngjes. Sigurt, po nuk ka rëndësi ka që po testohen të gjitha që vinë në laborator dhe do t'i merrni informatat në kohë reale. Faleminderit shumë. Atëherë, faleminderit edhe prap ju siguroj që për çdo ngjarje, për çdo zhvillim të ri, do të njoftoheni me kohë dhe do të mbajmë konferenca të tilla, po përndryshe jeni çdo herë të lirë të shkruani dhe do të mundohemi që edhe në këtë situatë krize që t'ju informojmë sa më mirë dhe sa më shpejt, sepse qytetarët ka nevojë për lajmin të mirë edhe ju kisha lutë që ti përmbaheni njoftimeve zyrtare, sepse nga ne ju premtojmë që do t'jemi transparent në çdo minutë. Ju falenderit e ne.